pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyun nasi afdal", cilët janë njerëzit më të mirë. Shiko kurreshja e sahabëve për me ditë si të arrijmë gradat më të larta të mirësisë, që të jemi më të mirët. Pyetje shumë e bukur dhe e rëndësishme. Pejgamberi alayhi salatu wasalam vëllezër këtu na ka dhënë një parim që duhet ta kemi parasysh. Ka thonë: "Kullu mahmumil qalbi saduqil lisan". Çdo kush me zemër të pastër dhe gjuhë të sinqertë që thot gjithmonë të vërtetën. Mahmumil qalb, sahabët ishin shumë të vëmendshëm. I interesonte ta kuptonin shumë qartë dhe mirë se çka po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe i than, ai që e thot të vërtetën, do thonë gjuhë që e thot të vërtetën, këtë e njohim. Çka është mahmumil qalb? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Huwa at-taqi an-naqi, la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad". Tha është ai që është i devotshëm. Ky është sqarim shumë i rëndësishëm i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Tha është ai që është i devotshëm. Çka është i devotshëm? Që i ruhet gjunaheve, i ruhet mëkateve të mëdha dhe të vogla, që i zbaton urdhrat e Allahut azza wa jall. An-naqi, që është i pastërt, mbrëmsinë ka të pastërt. La ithma fihi, nuk ka në to mëkat, e as padrejtësi, e as ghill, çka është? Është një helm i brendshëm shpirtëror. Është diçka, një urrëtie e fshehtë, një mllef i fshehtë që është i vazhdueshëm. La ghilla wala hasad, dhe nuk ka zili. Pra, nëse dëshiron me qenë prej atyre të cilët janë njerëzit më të mirë, e para që duhet të bësh, ta thuash të vërtetën gjithmonë. Mos të gënjesh. Gënjeshtra prej vesëve, prej cilësive më të ulta, më të këqija, që pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka urrejt më shumti. Pra, ta thuash të vërtetën, ta kish zemrën e pastërt, një zemër e cila nuk mban urrëtie, e cila nuk mban hased, zili, smir, e cila nuk mban ghill, smir e përzir me armiqësi, mllef apo urrëtie e fshehtë, e cila nuk mban padrejtësi, e cila nuk mban mëkat. Nëse arrin këtë, atëherë ti padyshim se kemi u konsideru për njerëzve më të mirë, kemi arrit gradet më të larta të mirësisë. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح.